Populli mas shumë di me pru lirin, dikush dha gjithçka, dikush dha gjithçka me ardh liria, se kur e pan që po... Zotëri, nuk jam aq i urtë sa të dukem. Okej, po veç të adhonë mesazh, të një mësandajnë akime adhonë edhe ti. Po? Kur e pan ata, ishin studenta, djemë më të mirë, kishin qep me këj shkolla, me arrit, kur e pan që po meret plaku, po rrehet, kur e pan që po helmohen thmija, kur e pan që po mbyllën shkollat, për na umurën liria, na umurën gjithçka. Po, ungrit. Ata i dullin ballë me protesta, edhe nëse ka nevoj, fillun edhe jetën e dhanë. Kur Hamz Jashari thot, ne e dim se Serbia që do kemë, nderë, po na s'kem ku shkojmë. Do vdesim me familje me krejt. Për shka vdesin ata, për me gëzu ti Shqipërinë, se dhe Shqipëria o konë rëzik. Edhe Shqipëria o konë rëzik. Prej që sa e Evropës, prej që sa e Greqie, e prej që tyne, unë du me dëgju, du mu njallë. Unë jam të thonë kështu. Jo që s'ka pos gabime në luft. Edhe nëse e ka vrah me të kasnishin dikush. Edhe nëse e ka vrah dikon Kosovë dikush, në atë ku. Djem nga Shqipëria do kopila, se ju gjithmonë një pjesë. I kanë morë, kanë pas marrë lek, kanë kryj punën për dreqin. Mas shumë ti që kanë kryj punën. Njerës që jenë konë nga gatë Serbis. E jo këta djem që ja dhanë një jetë të tërë ja dhanë. Unë e jem konë edhe unë e kundërshtorë. Kështë shumë, se më kanë leonë me vujtë, e të një më kam e të hatër shumë që këmë dashtë. Po. Kërkoj folje, që une jo e kërkoj folje, që e vërteta jeme, është edhe me prindin dem kështu është. Tani, atje ku isha në Greqi, unë e ka bërë luftë një lloj si ti me penë, me mëndë dhe me media. Dhe si që kam debatuar unë në mediat greke, nuk ka debatuar ndonjë tjetër nga shqiptarët e Greqisë. Dhe për ta ilustruar këtë, po të jap një informacion. Në datën 28 nëntor të 2001-shit, më vjen një ftesë nga ambasada shqiptare në Athinë, me rastin e 20 festës famvarsisë, jep i koktej për trupin diplomatik të akredituar në Athinë. Dhe në 500.000 shqiptarë, ambasadori ftoi mua dhe bashkëshorten time. Dhe kur vete atje, e takoj në hyrje të hotelit Divan, në hall të hotelit Divan Karavel, një hotel me 5 hyje, gjej ambasadorin, të jetë eta zotë ambasador, të jetë eta. Më thotë zotë Islami, si s'pegot që s'ti njef njëri t'ju në ambasadë? I thash, unë në ambasadë nuk vishe e një tërë komunistë, thash. Që ta dish zotëri që të prezentojmë atë qikë fare si që jam, unë jam antikomunistë. Edhe pikërisht këtë ja thash edhe ambasadorit. Ambasadori qeshi. Ambasada thash të shqiptarëve, tha, nuk është... Nese i thash, po kam një pyetje që si jap do të përgjigje. Urdo, tha, që jam këtu i thash, jam sepse kam një aktivitet cilin ju keni vlerësuar dhe unë ju falenderoj shumë. Por kam një pyetje i thash që s'po jap do të përgjigje. Si s'pegoj që s'më ka ndaluar një oficer grek, një polis, një doganier, një drejt me të birin, të dotore, hajde këtu ti zotëri, se ti letra s'ke, lejtë ndrimi s'ke, kështu si i thonë, lej punë s'ke, vjen nga bëndesi ciu-ciu për televizione, dhe aj qeshi, thot, ti ke qenë në Sky, thot, në datën 26 mars në dark, në Athinë, televizioni Sky, në datën 27 në mëngjes, ambasadori Amerikan në Athinë ka shkuar në Ministrinë e Jashtme dhe u ka thënë, ai qytetari shqiptar që folin mbrëm atjes në mbrojtjen tonë. Dhe unë jetën e kam të shpëtuar nga ambasada amerikane në Athinë, sepse ishte planifikuar që në datën 27 mars, deri në orën 12, unë të isha arrestuar nga shërbimi sekret grek dhe të isha zhdukur. Pra, ati ku pata mundësi unë dhe ku mu dha, ku e dija që do të bëja detyrën time si shqiptare kam bërë. Nuk isha këtu, se po t'isha këtu kisha kushirin e dytë punin Dilaver Goxhajin shpëtim golemi se ti e ke njohur. E kom dëgju, për ta nuk e njo. Nuk e di, po s'ke dëgjuar e kam dëgjuar unë,